Historia e Shqipërisë nga një kënd vështrimi tjetër. Roman historik i periudhave të lashtësisë deri në ditët tona, shkruar nga Bert Rakipi, argumentator historie, Hamburg, Gjermani, 2020. Kjo është një fotografi e vjetër nga rruga e Durrësit në Tiranë e vitit 1930. Por përfituro për një moment si mund të ketë qenë kjo pamje dhe forma e saj në vitin 1800. Por në qoftë se do ta mendonim këtë peizazh, qindra dhe mijëra vjet më përpara, në periudhën e lashtësisë, ku njerëzit ndiqnin akoma proceset e emigrimit për të gjetur një vend të përshtatshëm për të jetuar, do të ishim të bindur që kjo sipërfaqe toke që shohim në këtë fotografi nuk do t'i përkiste askujt dhe shqiptarët akoma nuk e kishin zbuluar vendin e tyre. Në historinë e shkruar të Shqipërisë pretendohet vetëm një version që shqiptarët janë në tokën e trashëguar brez pas brezi nga fiset ilire, para arsit e tyre, por si kanë ardhur ata në gadishullin e Ballkanit, kjo ka mbetur edhe sot në errësirë. Si të gjithë popujt e botës, edhe shqiptarët janë popull emigrues dhe kanë ndjekur këto procese me periudha të gjata kohore ku jeta e tyre u shndrua në një udhëtim që kurrë nuk do të mbaronte, por më në fund ata arritën në atë tokë të shenjtë që u bë më pas atë dheu i tyre. Kurse për pretendimin që shqiptarët kanë ardhur të parët në gadishullin e Ballkanit, konfirmohet në këndvështrimin e kësaj historie. Megjithse po t'i nënshtrohesh analizës shkencore të ADN-s, të gjithë popujt dalin me një preardhje, si në Ballkan, në Europë dhe në të gjithë botën, ashtu si e argumentoj edhe në librin tim Historia e Shqipërisë nga një kënd vështrimi tjetër. Kurse kjo është një pamje nga Tirana sot, kryeqyteti të Shqipërisë dhe vendi ku unë kam lindur. Shumë kohë më përpara, reflektonte tek unë një mentalitet tjetër, që bazohej në realitetin asaj jete të izoluar dhe të diktuar nga regjimi komunist, që jo vetëm i zhgënjeu, i demoralizoi dhe i shkatroi shqiptarët psikologjikisht, por dhe i detyroi më në fund të merrnin rrugët e vështira të emigracionit, duke e braktisur përgjithmonë atë dheun e tyre, atë ADD që shqiptarët e kishin ndërtuar vetë me duart e tyre, me gjak dhe me sakrifica. Sistemi komunist i diktaturës së proletariatit që na u ngjir zëri nga të brohuriturit dhe na u gjakosën duart nga duartrokitjet, nuk shkatroi vetëm popullin shqiptar, por edhe ata që e mbrojtën deri në fund me fanatizëm doktrinën e një ideologjie që asnjëherë nuk e kuptuan, dhe megjithse mundoheshim në atë periudhë të vështirë të krijonin përshtatshmëri dhe luanim rolin sikur ishim të lumtur, nuk mund të çliroheshim nga kjo kangren. Kjo ishte teoria e famshme marksiste-leniniste që frymëzohej Partia e Punës, e cila na udhëhiqte pa e kuptuar drejt një fundi tragjik që as ata vet nuk i shpëtuan. Kurse sot, mbas 30 vjet që jam larguar nga Shqipëria, e shikoj botën me prizmin e një realiteti tjetër, që më bën të mendoj sa kohë e humbur ishte për shqiptarët regjimi komunist. Dhe ishte pikërisht kjo parti që e shtrëmbëroi të gjithë historinë e popullit shqiptar vetëm për të ngritur prestigjin dhe personalitetin e tyre. Ideja për të sajuar preardhjen e një populli lind si rezultat i ndikimeve nacionaliste,
të diktuara dhe të nxitura nga ideologjitë dhe pikpamjet politike, ashtu si ndodhi edhe me historinë e popullit shqiptar. Kjo histori nuk është vetëm e sajuar, por edhe eksagjeruar, saqë ka dalë jashtë kornizave të besueshmërisë. Historia e Shqipërisë nga një kënd vështrimi tjetër nuk do ta filloja, në qoftë se nuk do të ishte dëshira e madhe për të zbuluar preardhjen e të gjithë popujve të botës, në veçanti për të gjetur arsyeën e vërtet, përse bota sot nuk e akcepton preardhjen e shqiptarëve nga fiset ilire. Megjithse është diskutuar shumë rreth këtyre fiseve, kultura e tyre ka mbetur edhe sot e pa identifikuar. Natyrisht që asnjëri nuk ka të drejtë t'i mohoj preardhjen një populli, por kjo është një preardhje që sa më shumë ta studiosh, aq më tepër rrethohesh nga dilemat. Dhe duke mos gjetur deri më sot asnjë mbishkrim në gjuhën ilire, nuk mund ta konfirmosh si një preardhje legjitime. Një lloj si historianët që përpiluan historinë e Shqipërisë në kohën e komunizmit, nuk menduan fare se një ditë do të zbulojë që shumica e këtyre ngjarjeve janë të sajuara, sepse ato bien në kundërshtim të plot me periudhën kohore në të cilat të ngjarje kanë ndodhur. Dhe jo vetëm, por e gjithë historia e Shqipërisë në atë kohë ishte ndërtuar mbi baza të kamufluara, dhe si u shkonte për shtat të regjimit komunist, si dhe interesave të ideologjisë së tyre politike. Këtu përplasesh me një pikpyetje të madhe, që të pengon për ta besuar dhe për ta marrë historinë e Shqipërisë si një histori të vërtetë. Sigurisht që jo çdo gjë mund të faktohet kur bëhet fjalë për qindra dhe mijëra vjet më përpara, por të paktën mos e tepro deri në atë grad që e vë në dyshim të gjithë historinë e një populli. Megjithse nuk është vetëm historia e Shqipërisë që konstaton me këto mangësi, por ka dhe histori të tjera, si të gadishullit të Ballkanit, por edhe të Europës. Të gjithë kanë dëshiruar të kenë një histori të rrallë dhe të bukur të kohërave antike, ashtu sikurse dhe kanë shkruar, me qëllim që ata vetë dhe vendet që kanë përfaqësuar të identifikoheshin. Dhe ku nuk kanë pasur histori të tilla, janë detyruar të sajojnë ato, vetëm për t'i dhënë prioritet historisë dhe preardhjes së popujve të tyre. Por dera e madhe e historisë së njerëzimit nuk mund të hapet me ngjarje të sajuara, me preardhje që nuk kanë ekzistuar ndonjëherë, si dhe në qoftë se nuk gjen më përpara çelësin e preardhjes së racës njerëzore, sepse në të kundërt nuk mund të shkruash dot asnjë histori. A janë shqiptarët pasardhësit e ilirëve apo ilirë të veçpallur? Do dëshiroja shumë që ta filloja historinë e Shqipërisë që nga periudha e Paleolitit, epokës së Gurit, si dhe të përshkruaja realisht përpjekjet e shqiptarëve për zhvillim dhe si kanë dalë ata nga guacka e jetës së tyre primitive. Por kjo nuk është e mundur për arsye se jo se ka dokumenta të pamjaftueshme në këtë drejtim, por nuk ka dokumenta fare. Të dhëna të besueshme arkeologjike që do të dëshmonin ekzistencën si dhe fillimin e historisë së popullit shqiptar në kohën e lashtësisë, deri tani nuk ka dhe nuk është zbuluar qoftë edhe një objekt i vetëm. Këtu bëhet fjalë për objekte të rëndësishme arkeologjike që do t'i vinin vulën e vërtetësisë historisë si dhe preardhjes së popullit shqiptar. Historia e Shqipërisë është shkruar disa herë, po në të gjitha rastet ajo i referohet po të njëjtit skenar të diktuar që nga koha e regjimit komunist, ku përsëritet gjithmonë po i njëjti refren i preardhjes së shqiptarëve nga fiset ilire që monizmit i pëlqente shumë dhe ja bashkangjitën këtë teori ideologjisë politike që ata përfaqësonin. Ja si shkruante në kohën e tij shkrimtari ynë i madh i rilindjes Pashko Vasa. Ne nuk jemi një popull i veçantë, por e duam vërtet vendin ton, por më shumë dashurojmë të vërtetën dhe drejtësinë. Nuk ka thënie më të bukur
që të bën që ta ndjesh veten krenar. Kurse me një histori të bazuar në fantomitet, ku ngatrohet me historitë e popujve të tjerë, nuk e ndjen veten të tillë. Sepse është absurditet të besosh që të gjithë herojnë të botës na dalin me origjinë shqiptare. Kjo ka qenë dhe arsyeja që Bashkimi Evropian me 3 dhjetor të vitit 2010 rekomandoi rishikimin e historisë së Shqipërisë dhe tekstet e librave shkollore për t'i pastruar ato nga teprimet dhe klishet ideologjike të regjimit komunist. Edhe për heroin ton kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeun, që ne e mbajmë si një nga figurat më kryesore dhe më të lavdishme të historisë së popullit ton, ka mendime të ndryshme, që nuk përputhen me atë ndjenjë idealizmi dhe atë dhe dashurie që ne kemi veshur të gjithë figurën dhe personalitetin e tij. Ka historian që shkruajnë se Skënderbeu kishte komplet interesat të tjera, si familjare dhe farefisnore, që e detyruan atë që të kthehej në kruj, por të mos u futur në burime të tjera më të thella që pretendojnë që Skënderbeu nuk ishte as shqiptar. Sigurisht, këto paqartësi që rrethojnë figurën e tij do t'i argumentoj në librin tim Historia e Shqipërisë nga një kënd vështrimi tjetër. Atëhere, për të qenë korrekt, duhet ta fillojmë historinë e Shqipërisë që nga data 28 nëntor 1912, kur Ismail Bey Vlora ngriti flamurin në Vlorë duke shpallur Shqipërinë shtet të pavarur. Apo edhe te kjo datë ka diçka që nuk shkon. Jo, kjo datë është tepër e saktë. Pavarësisht që në Elbasan festohet dita e flamurit me 25 dhe jo me 28 nëntor, si është e konfirmuar në historinë e Shqipërisë. Po për një moment, nuk është e rëndësishme me saktësia e saj se sa domethënia dhe ndryshimi që solli kjo datë tek shqiptarët. Përfunduan një herë për gjithmonë grindjet e tyre, si dhe mosmarrveshjet e panumurta të forcave politike që jo vetëm nuk e favorizonin idenë e formimit të një shteti sovran përpara fuqive të mëdha europiane, por të dinin për shtypjen që shqiptarëve ju mungonte aftësia për t'u organizuar. Dhe ajo që të bën të mendohesh për një moment është që historinë e Shqipërisë nuk mund ta quash histori, por thjesht një dramë. Një dramë e dhimbshme e një populli fatkeq që ka lënë gjithmonë shpresat dhe fatin e tij pikërisht në dorën e atyre njerëzve që e kanë zhgënjyer. Asnjë qeveri dhe asnjë forcë politike shqiptare deri më sot nuk e ka përmbushur misionin për të cilin shqiptarët i kanë zgjedhur për të bërë realitet qoftë dhe vetëm një herë në historinë e këtij populli premtimet e tyre. Nuk doja të dilja në këtë konkluzion pa filluar akoma, por duke studiuar rrugët e vështira në të cilën Shqipëria ka kaluar në të gjitha periudhët e saj historike, si dhe duke i vënë ato në raport me kushtet aktuale në të cilën ajo ndodhet akoma, të shtynë drejt këtij gjykimi. Këtij populli sikur ja kanë mohuar të drejtën për të qenë i lumtur dhe janë munduar gjithmonë për ta lënë ato të zhytur në errësirën e pafund të mjerimit dhe të varfërisë. Kurse në historinë e shkruar të Shqipërisë i paraqesin shqiptarët me një nga kulturat më supreme në botë, të trashëguara nga fiset ilire që pretendohet të kenë pasur gjithashtu dhe një zhvillim të jashtëzakonshëm në periudhat e lashtësisë. Por zhvillimi i dimensionit të kësaj kulture nuk ka ekzistuar ndonjëherë në gadishullin e Ballkanit, megjithëse pretendohet jo vetëm nga shqiptarët, por edhe nga popujt të tjerë, sepse në qoftë se do të kishte ekzistuar vërtet një kulturë e tillë, ajo do të binte në sy, dhe jo vetëm në atë periudhë, por ajo do të reflektonte edhe sot në ditët tona. Por këtë kulturë as nuk e njohim dhe as e kemi parë ndonjëherë në gadishullin e Ballkanit, përveç kulturës së konflikteve, qëndrimeve armiqësore dhe arbitrare, si dhe traktatit të ligjit të luftës me njëri tjetrin, që sigurisht këto nuk janë demonstruar nga shqiptarët. Në qoftë se duam të dimë
Kush ishte kultura më e lashtë e njerëzimit? Na del përpara kultura orientale e popujve arab, kulturë e cila u zhvillua e para në të gjithë botën. Përse ky fakt i pakundërshtueshëm që dëshmon historinë e vërtetë të njerëzimit dhe të atyre popujve që zhvilluan për herë të parë në botë kulturën e tyre është lënë në harres, duke aneksuar, sikur të mos kishte ekzistuar ndonjëherë. Dhe në të njëjtën kohë, ju është dhënë prioriteti historive irreale, që megjithse vërtetësia e tyre mbështetet vetëm në hipoteza dhe spekulime, njerëzit janë më të gatshëm për t'i pranuar si histori dhe preardhje të vërteta. Por sado që të mundohesh për t'i fshehur këto fakte historike, vjen një ditë që e vërteta triumfon dhe i bashkangjitet sërish historisë që i përket. Kështu që shqiptarët kanë ardhur të parët në gadishullin e Ballkanit me kulturën e popujve oriental, të cilët dhe i përkisnin, sepse në atë periudhë të largët vetëm kjo kulturë mbizotëronte, dhe shumë kohë më pas u përhap kjo kulturë edhe në vende të tjera të botës. Është e rëndësishme të përshkruaj që në periudhën që shqiptarët kanë ardhur të parët në gadishullin e Ballkanit, quheshin Aran, dhe nuk ishin shumë besimtar, pasi ata i besonin dhe ishin më të lidhur me tokën se sa me qiellin. E megjithse ata nuk ishin një popull barbar që të pasuroheshin duke vrarë dhe plaçkitur popujt e tjerë, lumturinë që kërkonin nuk e gjetën asnjëherë, përveç përplasjeve me dallgët më të egra të historisë që ju krijuan ato plagë që nuk do të mbylleshin kurrë. Sa herë ky popull i humbi shpresat. Sa herë ky popull u rrëzua në tokë i përgjakur, por asnjëherë nuk ju shtruan forcat për të ngritur sërish dhe për të vazhduar luftën e ëndrave të tyre. Megjithse fati i keq, sikur i kanë ndjekur shqiptarët gjithmonë nga pas, si një mallkim që ata nuk mund t'i shpëtonin. Dhe sikur e gjithë kjo luftë titanike, si dhe vështirësitë e panumurta që kanë kaluar në historinë e tyre të mos ishin të mjaftueshme, ata duhet të duronin në periudhat e mëdhonshme dhe 500 vjet nën robërinë e perandorisë osmane, e cila i aneksoi, i përçau dhe i la shqiptarët shumë mbrapa. Edhe prisi i tyre legjendar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, që i bashkoi dhe i udhëhoqi shqiptarët 25 vjet rresht në fitore të një pasnjëshme kundër taboreve osmane, jo vetëm që nuk i zgjidhi problemet e shqiptarëve, por ato u vështirësuan akoma më shumë mbas vdekjes së tij. Shqiptarët nuk mundeshin të organizoheshin përsëri, sepse perandoria osmane si kundërpërgjigje ju dogji fshatrat, banesat dhe tokën e tyre, duke ju bërë shqiptarëve jetën kaq të padurueshme sa ata u detyruan ta braktisin Shqipërinë në eksodin më të madh që ka parë ndonjëherë historia e këtij populli. Edhe me qeverinë e Ahmet Zogut në vitin 1928, mbretit të tyre të arshëm, shqiptarët nuk e gjetën rrugën e lumturisë që kërkonin. Më pas, ata do të përballeshin me luftën e parë dhe luftën e dytë botërore, të cilat ju vështirësuan akoma më shumë jetën e tyre, jo vetëm gjatë këtyre periudhave, por edhe në vitet në vazhdim. Për shqiptarët, akoma nuk ishte sosur kupa me vrerë e vuajtjeve të tyre, ku përsëri ata duhet të duronin edhe 46 vjet të tjera regjimin e diktaturës më të egër komuniste, e cila i gënjeu dhe i mashtroi shqiptarët me premtime dhe ëndra iluzioniste që kur nuk do të bëheshin realitet. Të gjitha këto peripeci dhe përplasje në historinë e tyre sigurisht që e cfilitën këtë popull, e demoralizuan dhe e lanë akoma më mbrapa, por asnjëherë nuk i humbi shpresat për një të ardhme më të lumtur, që sistemi komunist jo vetëm që nuk ua krijoi, por më në fund dhe i braktisi ata, duke i lënë shqiptarët në mëshirë të fatit, që panë si shpëtim vetëm një rrugë, rrugën e emigracionit.
Ky ishte rezultati i qeverisjes së regjimit të kalbur komunist që ne patëm fatin e keq ta jetonim. Ky regjim kishte aftësi vetëm për të inskenuar historinë e Shqipërisë dhe preardhjen nga fiset ilire. Nga një anë, i lavdëronin shqiptarët dhe i cilësonin si një nga popujt më të veçantë të gjithë botës, që trashëgojnë kulturën e këtyre fiseve kaq të përparuara, kurse nga ana tjetër i fusnin shqiptarët në përburgje dhe degdisnin në për internime inteligjencën dhe njerëzit më përparimtar të këtij vendi, kështu që kjo preardhje që ju pëlqente atyre nuk kishte as pak lidhje me shqiptarët dhe as me realitetin e hidhur të ngjarjeve që kanë ndodhur me të vërtetë në historinë e tyre. Sigurisht që këtyre uzurpatorëve të rinj, që e konsideruan të gjithë Shqipërinë si pronën e tyre, nuk ju interesonte ta prezantonin hapur zëmrat e dërmuara të këtij populli që asnjëherë në historinë e tij nuk i qeshi fytyra, sepse do të tradhtonin veten, duke pohuar vetë që po ndërtonin lumturinë e tyre mbi fatkeqësinë e këtij populli. Varfëria e trashëguar në Shqipëri brez pas brezi. Prapambetja dhe analfabetizmi shekullor, si dhe të shtosh plus grindjet, përçarjet dhe hazmëritë e shumta që kishin mes njëri tjetrit, që ju adiktonte kanuni i egri gjakmarrjes, ju janë bërë shqiptarve gjithmonë pengesë për të ecur përpara. Prandaj çfarë kuptimi do të kishte sikur ta shkruaje historinë e Shqipërisë akoma më të bukur? Çfarë do të ndryshonte kjo histori në jetën dhe në botkuptimin e shqiptarëve? Ajo nuk mund t'i mbyllte dhe t'i qetësonte sa do pak dhimbjet e plagëve të këtij populli të marra në shekuj, që dhe sot e kësaj dite ato kanë mbetur akoma të pashëruara. Shqiptarët ishin të detyruar të duronin, edhe kur për një fjalë goje ose vetëm për një këngë të huaj, dënoheshin për agitacion dhe propagandë kundër shtetit. Shiko sa i ndjeshëm ishte regjimi komunist dhe sa shpejt reagonte kur i preke doktrina e interesave të tyre me të cilin mbanin pushtetin. Këto metoda dhe sjellje mizerabël, që ishin jashtë çdo logjike të normave njerëzore, e quhenin në Shqipëri ndërtimi i socializmit. Ky popull duhet të edukohej dhe të mësonte, por jo më shumë se sa ja lejonte protokolli i Partisë së Punës, dhe ishin pikërisht reformat ideologjike të këtij sistemi ato që e pengonin zhvillimin e këtij populli, që dhe sot e kësaj dite ndihet kjo mangësi, si në përshkolla edhe në mentalitetin e shqiptarëve. Shqiptarët kishin lidhur jetën dhe fatin e fëmijëve të tyre me fatalitetin e hidhur të një ideologjie kriminale. Udhëheqësit tanë që ne aq shumë i brorisnim, ju këndonim dhe ju thurnim lavdi të përjetshme, nuk ishin në gjendje të dallonin greminën që kishin përpara dhe as të kuptonin se në që rrugët çmendurie po e udhëhiqnin popullin shqiptar. Dhe pikërisht ky regjim, që nuk dinte gjë tjetër përveç diktaturës dhe persekutimeve që u bënte shqiptarëve, bënte një propagandë të madhe dhe pretendonte preardhjen nga fiset ilire. Sigurisht që ju nuk e kuptoni dhe do të pyesnin me të drejtë, përse po e filloi historinë e Shqipërisë nga një kënd vështrimi tjetër, nga koha e regjimit komunist, kur kjo periudhë nuk është pjesë e historisë së lashtësisë. Sigurisht që kjo nuk është pjesë e kësaj periudhe, por dëshmon që preardhja nga fiset ilire nuk ka kuptim, sepse në të kundërt, udhëheqja komuniste nuk do të qeveriste kur me dhunë dhe me diktaturë, nuk do të burgosnin, internonin dhe nuk do të dënonin aq shumë shqiptarë gjatë kohës që ishin në pushtet, në qoftë se ata do t'i përkisnin kulturës së botës ilire. Një pretendim i tillë nuk mbrohet vetëm me fjalë, por me një qëndrim korrekt në të gjitha drejtimet dhe aspektet e jetës,
si dhe sjellja e përditshme ajo që dëshmon preardhjen e një njeriu. A mund të pranohet që burgimet, internimet dhe terrori psikologjik që ushtronte regjimi komunist ishte pjesë e preardhjes së trashëguar nga fiset i lire, që çdo shqiptar më shumë pezmatoi dhe i ndinjoi nga ky regjim se sa ndjente satisfaksion për t'u krenuar. Edhe përgënjeshtrimin e historisë së Shqipërisë nuk e bën njerëz të huaj, dhe ata që ne i quanim armiq, por shqiptarët, ata që kanë bërë sikur e kanë dashur dhe udhëhequr këtë popull, dhe me këtë histori dhe preardhje të sajuar, ata donin të fshinin diletantizmin e politikës së tyre të gabuar dhe pse jo, dhe të mburreshin dhe të ngrinin prestigjin e tyre përpara botës dhe përpara një populli të shumë vuajtur që e mbanin si peng të mbyllur brenda murreve të kështjellës së rënuar të komunizmit. Dëgjuat pjesën e parë të romanit Historia e Shqipërisë nga një kënd vështrimi tjetër. Roman historik i periudhave të lashtësisë deri në ditët tona. Shkruar nga Bert Rakipi, argumentator historie. Hamburg, Gjermani, 2020.